këto fungicide janë me përmbajtje të bakrit, me formulime ndryshme, me përqendrime gjithashtu ndryshme, të cilat natyrisht kanë mjaftuar shumë treg, si dhe në pranverë tash në trajtimin e radhës pas krasitjes mund të kombinohet ose mund të ketë produkte të kombinuara bakur me vaj mineral i cili... Nëse ki problem me virus, ato e din që nuk shërohet, problemet virusale. Po pjesa ma problematike janë veç i cekëm sëmundjet korpullore edhe sëmundjet bakteriale. Tash të flasim përgjithësi për disa masa kurative, që ja u kështë preferu fermerëve me i bane për premishte, kundër sëmundjeve bakteriale edhe kundër sëmundjeve korpullore. Pra po rikthehem tek programi ose kalendari trajtime. Atëherë fillojmë nga tash ku jemi ose e kemi pas një trajtim, na e thojmë trajtimi i vjeshtës vonë. Jo dimror dhe ky ku jemi tash dimror mund të quhet ose në pranverën e hershme, edhe pse si jemi në pranverën e hershme. Zakonisht në këto dy trajtime bëhen trajtime preventive me fungicide të cilat kanë efekt edhe për sëmundje korpullore dhe për sëmundjet bakteriale. Dhe zakonisht këto fungicide janë me përmbajtje të bakrit, me formulime ndryshme, me përqendrime gjithashtu ndryshme, të cilat natyrisht kanë mjaftuar shumë treg, si dhe në pranverë tash në trajtimin e radhës pas krasitjes mund të kombinohet ose mund të ketë produkte të kombinuara bakur me vaj mineral i cili vaj në këtë rast ka efekt tek sëmundjet, tek dëmtuesin apo tek vezët, siç e thatë ju, ose stadiet dimrore që kanë dimru insektet apo dëmtuesit e ndryshëm. Këto dy faza janë mjaft obligative, do thotë bëhen kur nuk kemi gjethe paraluzimit qoftë vjeshtën e vonë, qoftë pranverën e hershme, dhe quhen trajtime preventive për një numër të madh të sëmundjeve dhe dëmtuesve të ndryshëm, në mënyrë që mos të kemi probleme pasuese me pastaj me këto çështje. Edhe për fund, kom pas dëshirë me i cek disa gabime, më me thonë, se ti ki gati 25 vjet që merresh me në teren, zakonisht me fermer, cilat i sheh sipas perspektivës tonë, disa emruese realisht përbashkët, cilat janë gabimet më të mëdha që din me i bë pendart në Kosovë. Që po përsërisim po mënoj vazhdimisht, e kam probleme i kuptu.